Tani unë dua pak të zbërthej pranë jush se kush do t'jenë ato dy opinionistët në Big Brother VIP Albania që do t'na shoqërojnë dhe do t'na japin dashurinë më të madhe. Unë e di që ju keni krijuar një imazhin tuaj, keni krijuar një mendimin tuaj se kush mund të jenë ato dy opinionistë. Tani, i pari, si gjithmonë mbetet Arber Hajdari. E shikoni se u lidh me rim kjo? I pari mbetet Arber Hajdari. Kishte një lloj rime këtu. Do them pse më vjen vetja mua sonte si Loredana, që thonte Loredana, un kam arritur të kuptoj thonte një metaforë. Kur e fusim keku në furrë thonte del keku, çfarë radhiste ajo. Edhe mua sonte mu lidh me rym kjo puna e Arbrit, do me thënë i pari Arber Hajdari. Yes, Arber, bëni tak Arbrin te kjo. Më pas, emrat që përfliten më së shumti janë të bëjmë kështu e para Sara Gjordeni. Sara Gjordeni që pritet të jetë pjesë e castit të Big Brother VIP Albania në rolin e opinionistes. Më pas kemi Angel Shkirën, një personazh interesant, një vajzë dinamike, një vajzë fuqi plot, goditse në formën e saj, do të thënë një gocë që gjithmonë ka ditur ti anashkaloj dhe debatet, por dhe të jetë fort në debate. Dhe e treta, shumë më e pëlqyera për ju në këtë mes, një personazhe që ju e keni shumë xhan, që vetëm se Heidi Baci e ëmbla jon, ajo bukurroshja italiane, ja liroi ti vendin e punës. Heidi Baci shkojti në emisionin e mëngjesit, por Egli Tako do t'jetë personazhi që do të na zër vendin. Unë në fakt do doja ta shikoj Eglin krah Arbrit, sepse Egli është shumë një vajzë e përgatitur, ka qenë vetë pjesë e castit të Big Brother VIP Albania, e një mirë si loj, dhe do kisha dashur që unë ta shoh pran Arbrit për të na dhënë opinionet dhe për të qenë sa më e kapshme për publikun. Tash nëse i pari ishte Arber Hajdari, i bie që Visi thot për shembull e treta thot e vërteta. Po Visi është e vërtet, e treta e vërteta. Unë në fakt do dua që le ta bëjmë kështu, le ta bëjmë një hashtag. Ja, le të shkon nga talku im, një hashtag ta bëjmë dhe të themi që Egli Tako të jetë pjesë e formacionit të Big Brother VIP Albania në këndin e opinionistes. Unë në fakt do kisha dashur ta shoh se për zotin, respekt të veçantë për Leonora Jakupin, por tani se ç'kishte atë natë kjo Leonora, se nuk e di se ç'a kishte. Do me thënë, fliste si kur i kështë dalë kjo gogoli për para, edhe vetëm po e trëmte, po jepte emocione negative. Po miro Leonora të shili romi motor, se në fund të ditës si ke shkuar aty për opinioniste, ke shkuar t'japësh në ideti, nuk ke shkuar aty për ta mbajtur atë më të fortën, për ta dhënë atë gocën që do bënte namin, që do rinte me shpini qiksi nga olta, ai ndenjë tani. Për që i ndenjë me shpini, ndenjë i qikoltës dhe Leonora këtë gjë duhet ta pranon. Unë mendoj që Egli Tako dhe Arber Hajdari do t'jenë shumë më të mirë si opinionist se sa po t'ishte Sara Gjordeni, edhe pse Sara është mirë e artikulume, nuk mund të themi që nuk është e artikulume, por mendoj që Egli e shion më pafund këtë pjesën e opinionistes dhe duke e njohur formacionin e topit që është një formacion që bën namin me klikime, unë mendoj që Eglin do ta vë në karrigen e opinionistes, ndërsa Leonora besoj që i ka marrë këto komentet e njerëzive si të mirëqëna dhe nuk do ta bën më gabimin e njëjtë këtë të premte, sepse atë natë i rinte oltës me shpinë, kishte shumë tangërlik, kishte shumë ndjemadhësi dhe mua më vjen shumë keq që Leonora në këndin e opinionistes kishte atë pjesën, okay, mund të ketë patur emocione të arsyetohen, po ky tangërliku nuk më pëlqen mua në asnjë mënyrë dhe unë jam kundër personazheve që në këtë rast do me thënë është e nderuara Leonora Jakupi që kishte përzgjedhur tangërlikun brenda rolit të saj si opinioniste. Por, kur flasim për Eglin dhe për Arberin, mendoj që janë dy opinionistët më të mirë të zgjedhur për Big Brother VIP Albania.